A mund këto prindër, çfarë mund t'i këshillonin që mund t'i bënin diçka më të lehtë për këtë fëmijë, se shpesh herë edhe nuk e kuptojnë ndonjëherë. Thjesht e shikojnë fëmijën e mërzitur. Si fillim duhet të kuptojnë që fëmijët janë pjesë e familjes, që do të thotë ashtu siç burrë grua keni folur për shpërngulje, duhet folur dhe me fëmijën, sidomos nëse po i çon larg nënës, gjyshit, dajës, hallës, tezes, sepse po i heq nga njerëz që e duan dhe i do, nga njerëz që e llastojnë, që për atë punë janë aty. Por nëse fëmijët duke qenë se janë shumë për fat të mirë jetojnë me momentin, e dinë se e rëndësishme ka qenë ajo shtëpia për ta, prindrit e marrin shumë e lehtëshëm në pamje të parë dhe vuajnë në afat gjatë pa e kuptuar çfarë po vuajnë. Kështu që duket shumë e thjeshtë, por për çdo gjë kura është fjala. Nëse ne mësojmë të qëndrojmë me njëri tjetrin, të flasim, t'ia shpjegojmë fëmijës sa do të jetë, sa do vjeç të jetë, edhe kur është 1 vjeç fëmia kupton. Ne shohim shumë bebe 1 vjeç duke qarë në aeroport dhe nuk e kuptojmë pse po qajnë. Mendojmë se janë të lodhur, janë pa gjumë, por bebet ndjejnë njësoj si ne, ndjejnë që ti po e heq nga nona dhe gjyshi. Patjetër për 1000 arsye shumë të mira ndoshta. Po ikën nga njerëzit që duan. Kështu që duhet gjetur forma për t'i folur, sepse në të njëjtën kohë kuptojnë. Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.